Për nga organizimi i jetës akademike në Malezi, unë kam pas fatin që t'jetoj atje një kohë bukur gjatë, dikon afër 10 vite, dhe pas përfundimit të studimeve kam pas mundësi që edhe të punoj dikon 2 vite e gjysmë profesor në Universitetin Islamik edhe në një universitet aty afër në Kuala Lumpur, në degën e ekonomisë bankimit islam kryesisht, dhe kam pas njëjtën kohë kam pas mundësi që të punoj edhe në Bankë Islame, që të marr përvojën praktike. Malezia është interesant për nga përkushtimi dhe dedikimi. Numri i atyre që vijojnë studimet, mosha atyre, do thotë që nuk dallon. Kam has njerëz të cilët kanë qenë në moshën e pensionit dhe kanë vazhdu studimet. Dhe ata thjesht e bënin jo pse ka nevojë për të ndërtu karrierë pas asaj moshe, por për të kalu kohë vazhdimisht me libra. Sa kalojnë kohën nëpër klube, nëpër vende të tjera, thonë të kaloj kohën në universitet dhe në librari, Kjo është biblioteka të niveli i shkollës. tyre i lartë, karshime dije. Dëshira për dituri, edhe thjesht realizimi i një hadithi të pejgamberit islam që njeriu është student gjatë gjithë jetës, do thotë mësoni kërkoni dituri prej djepit e deri në varr, do thotë deri në vdekje. Si kanë ndiku këto tipare të këtyre njerëzve, se ne i njohim ata gjatë takimeve tona ku shkojmë në haxh, se janë njerëz të urtë, kanë një rend, kanë një hierarki, sa kanë ndiku kjo në personalitetin tënd? Njeriu kur jeton me një vend të caktuar për një periudhë caktuar, patjetër që ka me u ndiku prej atij rrethit, kudo që jeton. Edhe pa dashje, merr vetit, merr tiparet e tyre. Ajo çka ka ndiku, që mendoj që është pozitive për vendin tonë, që çdo kush ta ketë është respektimi i orarit, organizimi, do të thonë është vetë organizimi, grupa që të vetë organizohen, të marrin një iniciativë e kështu me radhë.